Disa institucione publike në qytete të ndryshme të vendit janë përballur mëngjesin e kësaj të njëjteje me kërcënime përmes postës elektronike ku pretendohej se në ambientet e tyre ishte vendosur një bombë. Pas marrjes së mesazhit, strukturat e policisë së shtetit kanë ndërhyrë menjëherë duke kryer kontrolleve dhe verifikime në institucionet e përfshira. Mes objekteve ku janë zhvilluar kontrolle kanë qenë edhe SPAK-u, QKO-ja, Qendra Kombëtare e Biznesit dhe institucione të tjera. Nga verifikimet e kryera deri në këtë moment, policia bën me dije se nuk është konstatuar prania e ndonjë bombe apo eksplozivi tjetër. Pavarësisht kësaj, kontrollet dhe masat e sigurisë vijojnë si pjesë e procedurave të përcaktuara për raste të tilla. Kërcënimet e ngjashme janë raportuar edhe në qytete të tjera. Në Vlorë, mes institucioneve që kanë marrë mesazh kanë qenë gjykata, bashkia, prokuroria, spitali dhe disa institucione të tjera publike. Mesazhi është dërguar nga një adresë emaili e huaj dhe përmendte paralajmërim për vendosjen e një bombe. Një tjetër email kërcënues është raportuar dhe në Durrës. Në këtë rast, mesazhi përmbante kërcënime ndaj personave të cilësuar si të pafe dhe pretendonte se një bombë do të shpërthente brenda 2 orësh. Emaili është dërguar në emër të ashtuquajturit Shteti Islamik. Drejtoria për hetimet e krimeve kibernetike në bashkëpunim me Drejtorinë e Antiterrorit dhe strukturave të tjera ligjzbatuese ka nisur hetimet për të përcaktuar autorin e këtyre mesazheve dhe për të gjurmuar adresat elektronike nga të cilat janë dërguar. Policia e shtetit ka bërë thirrje qytetarëve të ruajnë qetësinë duke theksuar se deri tani nuk është konstatuar ndonjë rrezik konkret. Strukturat policore deklarojnë se vijojnë të jenë të angazhuar për garantimin e sigurisë publike si dhe për parandalimin dhe goditjen e çdo veprimtarie të palishme.